Shtëpia që heshte ditën. Askush nuk e kishte imagjinuar kurrë se ajo shtëpi, që nga jashtë duke e zakonshme, mbante brenda saj një heshtje kaq të rëndë. Muret e saj nuk flisnin, por dëgjonin. Dyshemeja nuk ankohej, por mbante mend çdo hap. Dhe krevati ishte bërë dëshmitar i një sekreti që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Nusja zgjohej çdo mëngjes herët. Ora 6, gjithmonë ora 6. Vishte rrobat e punës me lëvizje të shpejta, si të donte të ikte sa më shpejt nga ajo shtëpi. Edhe pse nuk e kuptonte pse ndjente gjithmonë një lloj ankthi të pashpjegueshëm. E puthte burrin lehtë në ball, pa e zgjuar, dhe dilte nga dhoma në majë të gishtave. Ajo nuk e dinte se sapo mbyllte derën, shtëpia ndryshonte frymëmarrje. Vjehra e saj, një grua rreth të 60-tave, zgjohej gjithmonë pak minuta më pas. Nuk ishte rastësi, as zakon i rastit. Ishte një orar i brendshëm, i mësuar me kujdes. Ajo dëgjonte zhurmën e derës që mbyllej, çelësin që rrotullohej, hapat që largoheshin dhe vetëm atëherë ngrihej. Në shtëpi mbetej vetëm ajo dhe dhëndri. Dhëndri ishte burri i qetë, i heshtur, i lodhur nga puna fizike dhe nga një jetë që nuk i kishte dhënë shumë zgjedhje. Ai nuk ishte njeri i keq. Pikërisht kjo e bënte gjithçka më të rrezikshme. Njerëzit e këqij janë të dukshëm, të dobëtit jo. Në fillim, gjithçka ishte e padëmshme. Kafe në mëngjes, një ke fjetur mirë, një po nusja kur kthehet, fjalë boshe që mbushnin heshtjen. Por heshtja, kur zgjat shumë, fillon të kërkojë diçka tjetër. Vjehra nuk ishte thjesht një grua e moshuar. Ajo ishte një grua që kishte humbur burrin herët, që kishte jetuar vite të tëra në vetmi, duke mbajtur brenda vetes nevoja që askush nuk i pyeti kurrë nëse ekzistonin. Ajo nuk fliste për to. Nuk i pranonte as për veten, por ato ishin aty, të fshehura, të shtypura, të rrezikshme. Dhëndri, pa e kuptuar, u bë pasqyra ku ajo filloi të shihte gjithçka që i mungonte. Një ditë, ajo hyri në dhomën e gjumit pa trokitur. Ai ishte shtrirë, ende i përgjumur, me sytë gjysmë të mbyllur. Ajo nuk tha asgjë për disa sekonda. Vetëm e pa, dhe ajo vështrim ndryshoi gjithçka. Nusja i ku herët sot, tha ajo më në fund, me një zë që nuk ishte as i rastësishëm, as i pafajshëm. Ai u ngrit pak në shtrat, i hutuar, i pavetëdijshëm për grackën që po hapej. Po çdo ditë, u përgjigj ai shkurt. Ajo u ul në cep të krevatit. Një veprim i vogël, një hap i parë, gjithmonë kështu fillon. Asnjë gjë e madhe nuk ndodh papritur. E keqja është e duruar. Je shumë i lodhur kohët e fundit, tha ajo. Puna, e di, e ndërpreu ajo butë. Askush nuk kujdeset për ty. Fjalët ranë si peshë. Ai nuk tha asgjë, sepse, për herë të parë pas shumë kohësh, dikush po e shihte. Jo si burr, jo si dhëndër, por si njeri. Dhe ky ishte gabimi i parë. Ditët kaluan. Vizitat në dhomë u bën më të shpeshta. Justifikimet më të dobëta. Kufit më të paqartë. Dhe ndërsa nusja çdo mëngjes dilte nga shtëpia duke menduar se po shkonte të siguronte të ardhmen e familjes, në shtëpi po shembej diçka shumë e thellë se besimi. Dhëndri filloi të ndjente një faj të rënd, edhe pa bërë ende asgjë konkrete. Sepse mendimet kishin nisur tashmë, dhe mendimi është shpesh tradhtia e parë. Vjehra e dinte këtë. Ajo e shihte në sytë e tij, në mënyrën si shmangte shikimin, në mënyrën si ngrihej shpejt kur ajo afrohej. Dhe kjo i jepte asaj pushtet. Një mëngjes, ajo mbylli derën e dhomës pas vetes. Kjo ishte pika pa kthim. Ai nuk foli, ajo nuk u ngut. Heshtja bëri punën e saj, sepse disa gjëra nuk kanë nevojë të thuhen për të kuptuar. Dhe kur njeriu nuk i ndal gjërat në momentin e parë, ato rriten. Në atë dhomë nuk u shkatërua vetëm një martesë e ardhshme. U shkatërua ideja e familjes. U shkel kufiri që, një herë i kaluar, nuk rregullohet më kurrë. Dhe nusja, ajo vazhdonte të kthehej çdo pasdite, e lodhur, me një buzëqeshje të ndershme, pa e ditur se çdo ditë që kalonte, krevati ku flinte natën mbante një sekret gjithnjë më të rënd. Kur faji pushon së qeni fren. Pas asaj mëngjesi, asgjë nuk ishte më si më parë. Jo sepse kishte ndodhur diçka e dukshme, por sepse kishte ndodhur diçka e padukshme. Dhe gjërat e padukshme janë gjithmonë më të rrezikshmet. Dhëndri u ngrit nga krevati me një ndjesi të çuditshme, sikur ajri në dhomë ishte bërë më i rënd. Vjehra kishte dalë pa thënë asnjë fjalë, duke lënë derën gjysmë të mbyllur. Ai nuk e dinte pse,
por nuk u ndjej lehtësuar. U ndjej i zhveshur, jo fizikisht, por moralisht. Gjatë gjithë ditës, mendja e tij nuk u nda nga ajo skenë, jo nga ajo që kishte ndodhur, por nga ajo që mund të kishte ndodhur. Dhe kjo ishte edhe më keq, sepse mendja filloi të ndërtoj skenar që zemra nuk i ndali. Kur nusja u kthye nga puna, gjithçka dukej normale. Darka në tavolinë, pyetje të zakonshme. Një si të shkoj dita? Ai u përgjigj shkurt. Syt i shmangte, jo sepse kishte tradhtuar ende, por sepse dinte që ishte afër. Vjehra i vëzhgonte të dy, në heshtje, si dikush që e di sekretin e dhomës tjetër, dhe pret momentin e duhur për ta përdorur. Ditët që pasuan ishin të mbushura me gjeste të vogla. Prekje rastësore, afërsi e panevojshme, fjalë që dukeshin si kujdes, por kishin brenda helm. Mos i trego gjithçka nuses, i tha një ditë. Ajo lodhet shumë, nuk ka nevojë për stres. Aty filloi ndarja, sepse sekreti, për të jetuar, ka nevojë për dy njerëz kundër një të treti. Dhe ai, pa e kuptuar, kishte kaluar nga burri i ndershëm në bashkëpunëtor të heshtur. Dhëndri filloi të gjejë justifikime. Për veten, për situatën, për vjehrën, është vetëm, ka vuajtur shumë, nuk po bën gjë të keqe. Nuk është asgjë serioze. Kështu flet njeriu kur e di që po shkel diçka, por nuk ka forcë ta ndalë. Një mëngjes tjetër, nusja doli nga shtëpia më herët se zakonisht. Ai mbeti në shtrat, duke parë tavanin. Zemra i rrihte shpejt, jo nga dëshira, por nga pritja, dhe kjo ishte shenja më e frikshme. Ai po priste. Kur dera u hap, ai nuk u habit më. Vjehra u ul pranë tij, më afër se herët e tjera. Nuk foli me një herë, e la heshtjen të bëj punën. Pastaj tha diçka që e shpoi drejt për drejt në ndërgjegje. Nëse nusja do të dinte sa vetëm jam, ai mbylli syt, sepse në atë moment, ajo nuk ishte më thjesht vjehra. Ishte një grua që po kërkonte shpëtim në vendin e gabuar. Dhe ai ishte bërë dera e hapur. Faji ishte ende aty, por nuk ishte më fren. Ishte bërë zhurmë në sfond. Një zë që dëgjohet, por injorohet. Dhe kur faji pushon së ndaluari njeriun, gjithçka është e mundur. Ndërkohë, nusja filloi të ndjente diçka. Jo prova, jo fakte, por një ndryshim. Shtëpia nuk e priste më njësoj. Shikimet ishin ndryshe. Heshtja më e thellë, ajri më i ftohtë. Ajo nuk dyshonte për vjehrën. Kur, sepse disa tradhti janë kaq të ndyra, sa mendja nuk i lejon të ekzistojnë. Por e vërteta kishte filluar të lëvizte. Ngadalë, pa zhurmë, si një çarje e vogël në mur që një ditë do të shembë gjithçka. Dhe ajo ditë po afrohej. Kur kufiri nuk ekziston më. Ka një moment në jetën e çdo njeriu kur e kupton se nuk është më ai që mendonte se ishte. Për dhëndrin, ai moment nuk erdhi me zhurmë. Erdhi me qetësi, me një normalitet të frikshëm. Ai u zgjua një mëngjes dhe gjëja e parë që mendoi nuk ishte nusja. As puna, as faji, ishte pyetja. A do të vij sot? Dhe aty, pa e kuptuar, gjithçka kishte përfunduar. Sepse kur pritja zë vendin e frikës, njeriu ka humbur tashmë. Vjehra nuk hyri më në dhomë si më parë. Nuk kishte më justifikime të dobëta, as fjalë të mbështjella me kujdes. Ajo sillej sikur ajo dhomë i përkiste. Sikur ai shtrat ishte bërë territor i përbashkët. Dhe kjo ishte gjëja më tronditëse. Ajo nuk ndihej më fajtore. Mos u sill sikur s'ka ndodhur asgjë, i tha një ditë. Sepse ka ndodhur. Ai nuk e kundërshtoi. Jo sepse ishte dakord, por sepse nuk kishte më forcë të mohonte. Faji ishte shndëruar në zakon. Zakonet nuk bërtasin. Ato jetojnë me ty, han me ty, flen me ty. Ndërkohë, nusja ndryshonte. Ajo nuk e dinte pse, por trupi i saj e ndjente para mendjes. Filloi të kthehej më herët nga puna, të vëzhgonte më shumë, të bënte pyetje që dikur nuk i bënte. Pse dera e dhomës ishte e mbyllur sot? Pse nuk më shikon në sy? Dhëndri përgjigjej me nervozizëm. Dhe ky ishte gabimi i tij i dytë i madh, sepse njeriu i pafajshëm shpjegon. Fajtori sulmon. Vjehra e kuptoi menjëherë që rreziku po afrohej. Dhe kur një manipulues ndjen rrezik, ai nuk ndalet, ai shtrëngon. Nëse ajo merr vesh diçka, i tha ajo një mbrëmje, ti do të jesh i vetmi fajtor. Kush do të besoj një plak? Këto fjalë nuk ishin kërcënim i drejt për drejt.
ishin diçka më e keqe, realitet. Ai e pa veten të bllokuar midis një gruaje që po tradhtonte dhe një gruaje që po e kontrollonte. Dhe në mes asgjë, as dinjitet, as dalje. Në një pasdite të heshtur, nusja hyri në shtëpi pa paralajmërim. Chelsea u kthye më shpejt se zakonisht. Zhurma e hapave në korridor ishte ndryshe. Dhëndri u ngrir. Vjehra u kthye nga ai me një qetësi të ftohtë. "Qetësohu", i tha. "Nuk është ende koha." Por nusja ndjeu diçka. Jo pamje, jo zëra, por një prani që nuk duhej të ishte aty. Një ajër i trash, sipas një mëkati që sapo kishte ndodhur. Ajo hyri në dhomë, pa shenja të dukshme, pa prova, por ndjeu se krevati nuk ishte më i saj. Dhe kjo ndjesi është më e rëndë se çdo e vërtet. Atë natë, nusja nuk fjeti. Ai po ashtu. Vjehra po, sepse njerëzit që nuk ndjejnë më faj, flen më lehtë. Në ditët që pasuan, marrëdhënia filloi të shpërbëhej nga brenda. Nusja u bë më e heshtur, dhëndri më i ashpër, vjehra më e sigurt, dhe kur ekuilibri i tillë krijohet, fundi është gjithmonë i dhunshëm, jo fizikisht, por emocionalisht. E vërteta ishte gati të dilte, jo sepse dikush donte ta tregonte, por sepse e vërteta lodhet duke u fshehur. Dhe kur ajo del, nuk shkatëron vetëm fajtorët, shkatëron gjithçka përreth. Kur e vërteta nuk pyet nëse je gati. E vërteta nuk vjen gjithmonë si rufe. Shpesh vjen si lodhje, si një mëngjes ku nuk ke më fuqi të shtirësh. Nusja u zgjua atë ditë me një qetësi të çuditshme. Jo paqe, por qartësi. Ajo nuk qau, nuk bëri pyetje. Thjesht u vesh, u ul në tavolinë dhe piu kafen pa thënë asnjë fjalë. Dhëndri e vërejti. Vjehra e ndjeu, sepse ka një heshtje që nuk është bosh, është e mbushur me vendime. Ajo nuk shkoi në punë, qëndroi në shtëpi, në dhomën tjetër, duke dëgjuar, jo zëra, por ritmin e shtëpisë. Hapa, dyer që hapeshin e mbylleshin, një normalitet i rem që i rëndonte në kraharor. Pastaj, pa paralajmërim, hyri në dhomën e gjumit. Dhëndri u ngrit në këmbë si zë në faj. Jo sepse kishte ndodhur diçka në atë moment, por sepse e vërteta e tij nuk kishte më ku të fshihej. Vjehra u kthye ngadalë, nuk u befasua. Ajo kishte pritur këtë ditë. Sa kohë, pyeti nusja me zë të ulët. Asnjëri nuk foli, sepse kur pyetja është e saktë, heshtja është përgjigje. Dil, tha nusja, jo me inat, me autoritet. Vjehra buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e hidhur, e lodhur, si e dikuj që e di se loja ka mbaruar, por nuk pendohet. Nuk ja aq e fortë sa mendon, tha ajo, duke kaluar pranë. Ajo doli nga dhoma, nga shtëpia, nga roli që kishte shkatëruar vetë. Në atë dhomë betën vetëm 2 njerëz dhe një vërtet që peshonte sa një jetë. Dhëndri u ul, kokën e mbajti poshtë. Fjalët nuk i vinin, sepse nuk kishte asnjë fjali që ta bënte më pak të shëmtuar atë që kishte lejuar të ndodhte. Nuk dua shpjegime, tha nusja. Dua përgjegjësi. Ai nuk kërkoi falje. Dhe ky ishte, për herë të parë, veprimi i duhur, sepse disa gjëra nuk falen me fjalë. Ajo u largua atë ditë, jo me skenë, jo me britma, me një valixhe të vogël dhe një shpinë drejt, sepse dinjiteti nuk bën zhurmë kur largohet. Vjehra nuk u kthye më, u shpërngul te një i afëm. Njerëzit flisnin, fjalët u shtrembëruan. E vërteta u bë thashethem, si gjithmonë. Dhëndri mbeti vetëm në atë shtëpi, me muret që dëgjonin, me dyshemen që mbante mend, me krevatin që nuk e pranonte më, dhe aty, për herë të parë, ai e kuptoi dënimin e vërtet. Jo humbjen e gruas, por humbjen e vetes. Sepse tradhtia më e madhe nuk ishte ndaj martesës, ishte ndaj kufirit njerëzor që ai vetë kishte shkelur. Nusja, diku tjetër, nisi nga e para, jo sepse ishte e lehtë, por sepse ishte e nevojshme. Ajo nuk e mbajti urrejtjen, e la pas, sepse disa plag shërohen vetëm kur nuk i prek më, dhe historia mbyllet kështu, jo me drejtësi perfekte, jo me ndëshkim të barabartë, por me një mësim të ftohtë. E keqja rrallë hyn me dhunë, shpesh e fton vetë, kur nuk vendos kufi, dhe familja nuk shkatërohet nga momenti i fundit, por nga heshtjet e para.